Kur kthehet në Shqipëri, punën e parë kthehet në vjeshtën e vitit 1443, në pranverën e vitit të ardhshëm, 1444, me 2 mars e organizon Kuvendin e Lezhës, një kuvend që është themeli i shtetit të tij, bërthama. Mirë po, ai si vizionar që ishte, nuk ishte kthy me një të themi prepotencë, unë jom kthy dhe tani do ta marr udhëheqjen. Mirë po, duke e ditë qëndrimin dhe atë karakterin e atyre feudeve që ishin prona brenda familjeve të caktuara, ai e zgjodhi një beslidhje në baza vullnetare. Edhe kësaj i ftoi të gjithë feudalet, duke treguar se interesi i secilit është që ta mbron pronën e vet prej depërtimit osman. Prandaj në Kuvendin e Lezhës u kriju një bërtham e përbashkët, një beslidhje e feudalëve. Ishin aty Gjergj Arjaniti, Stefan Çernoja, Pjetër Spani, mandena Lek Dugagjini, Pal Dugagjini, dhe më thonë kishin një tansi të feudalëve, që ishin personalitetet të rëndësishme dhe kishin interes, mirë po Skënderbeu nuk u imponu si figurë imponuese. Ai u zgjodh, latinët e kanë një shprehje primus inter pares, i pari në mesin e të barabartëve, e krijoi bërthamen e organizimit, e krijoi ushtrinë dhe arkën e përbashkët. Secili feudal ishte i detyruar ta jepte një shumë të caktuar për t'i përballuar shpenzimet e luftës. Ma vonë, kronikat e kohës na thonë, është një kronikë e Gjën Muzakës, familjes Muzakaj, memoria e Gjën Muzakës, 1505, thot Skënderbeu na i mori neve Tomoricën dhe Myzeqen, prona. Ta shtrohet pyetja çka pas ka ndodhur. Skënderbeu, duke u hap lufta dhe duke pa që një shtet centralist është i nevojshëm, se po luftonte kundër perandorisë osmane që e kishte sistemin hierarkik në krye me sultanin, vullnetarizmi i feudalëve e demonstronte procesin e luftës së Skënderbeut, për arsye se dikush mund të mos t'ia dërgonte ushtrinë, dikush mund ta mos ta lënte për të kaluar nëpër territorin e vet, dhe nevojat e luftës nuk i duronin këto gjana. Ai nga një shtet në baza vullnetare e krijoi një shtet të fuqishëm centralist për t'i përballuar nevojave të luftës. Pra, ky është evulimi i shtetit të Skënderbeut në kuptimin e brendshëm. Dhe ai dal nga dal e mori mandena pushtetin, se për ndryshe, sikur ta lënte qeverisjen në bazat vullnetere të feudalëve, nuk do të kishte mund të jetë i suksesshëm. Pra është një evolim. Në kuptimin e jashtëm e kemi një politikë shumë aktive të Skënderbeut. Për ndryshe s'kishte mujt me qenë i suksesshëm edhe jashtë pa një përkrahje, po për fat keq nuk ka qenë përkrahje sinqert, për arsye se Evropa e coptume me interesat e veçanta, shpesh herë nuk e ndihmonte Skënderbeun ose e ndihmonte vetëm kur e shifte rrezikun e drejtë për drejtë.